Sot nderojmë një histori, një mision, një institucion që prej 113 vitesh qëndron në këmbë përballë sfidave. 13 janari është një datë historike dhe jetike për vendin tonë, sepse pa rend nuk ka liri dhe pa siguri nuk ka të ardhmë. Kjo e vërtet e thjesht ka udhëhequr për 113 vite misionin e policisë shtetit. Organizata jonë ka ecur krah për krah me historinë e vendit, ka përballuar sfida të mëdha, tranzicione të vështira dhe momente vendimtare, por duke ruajtur gjithmonë me fanatizëm misionin e saj, mbrojtjen e jetës dhe pronës sigurisë qytetarëve. Rrugtimi i saj është një histori sakrifice, guximi dhe përkushtimi, ku çdo uniform flet për një detyrë, çdo emblem për një frym dhe çdo veprim për një premtim të patundur ndaj shoqërisë. Gjatë këtyre 113 viteve, 231 punonjës policie, 231 dëshmor, më të mirët prej nesh, dhanë gjithçka, duke vendosur jetën e tyre mbi çdo rrezik për të mbrojtur qytetarët dhe ligjin. Akti i tyre sublim krijoi bazamentin mbi cilin ndërtohet besimi, forca morale dhe identiteti ynë institucional. Viti që lan pas tregoi fuqinë dhe vendosmërinë tonë. Operacione suksesshme kundër grupeve kriminale, luftë të pandërprerë ndaj kultivimit dhe trafikimit narkotikëve, zbardhje të ngjarjeve kriminale, ulje të kriminalitetit, përballim të suksesshëm të sezonit turistik, deri dhe aktiviteteve me famë ndërkombëtare, si dhe zhvillimin e Akademisë Sigurisë si një qendër moderne dhe konkurruese për të rinj. Të gjitha këto janë dëshmi se policia e shtetit nuk stepet, nuk thyet dhe nuk ndalon kurrë. Ajo zhvillohet, trajnohet dhe punon çdo ditë më mirë për qytetarin dhe ligjin. Përpos kësaj, organizata jonë nuk është perfekte, ashtu si dhe ne nuk jemi të tillë, por të gjithë jemi në një sfidë të përditshme, sfidë me veten, sfidë me standardet, sfidë me pritshmëritë për të mësuar nga gabimet dhe për të përmirësuar ditë pas dite. Mos harroni të dashur kolegë sakrificën e përditshme. Ju jeni aty kur asnjë tjetër nuk është. Në diell, shi, dëbor, ju jeni telefonata e parë e çdo problemi. Jeni modest në misionin tuaj, por gjithmonë prezent. Çdo operacion, çdo mision dhe çdo angazhim është provë se ligji nuk është thjesht një normë, por një realitet i prekshëm për qytetarët. Rezultatet e vitit kaluar tregojnë se bashkëpunimi dhe koordinimi me partnerët kombëtar e ndërkombëtar janë baza e suksesit tonë. Policia e shtetit është sot një partner i besueshëm dhe i barabartë, e angazhuar në skuadra hetimore dhe operacionet përbashkëta kundër krimit të organizuar dhe krimeve globale në funksion të rritjes sigurisë kombëtare, rajonale dhe më gjerë. Profesionalizmi dhe besueshmëria e policisë shtetit për gjatë vitit 2025 u vlerësuan me çmime dhe tituj nga partnerët ndërkombëtar. Ne jemi ajo që bëjmë, jo ajo që flitet për ne, nëpërmjet sulmeve dhe përballjes së padrejtë ndaj kontributit të mira burrave dhe grave, djemve dhe vajzave që sakrifikojnë çdo ditë për të mirën e përgjithshme. Të nderuar kolegë, kjo ditë nuk është vetëm festë, është kujtesë e përgjegjësisë që mbajmë mbi supe dhe reflektim për misionin tonë. Sjellja etike, humanizmi, angazhimi dhe sakrifica juaj është në bazë të besimit të qytetarëve për një shoqëri më të sigurt. Vetëm me profesionalizëm, integritet dhe bashkëpunim do ta bëjmë policinë e shtetit çdo ditë më të besueshme dhe më të fortë. Të nderuar qytetarë, policia e shtetit është e juaj. Besoni në punën tonë.